është e para, ashtu si që paralajmëruar, reagimi do t'ishte i menjëhershëm, e ka nisur nxënësit e shkollave, por jo vetëm, me sa duket sipas asaj që është deklaruar do të vjojnë dhe do të bëhen më të mëdha, duke u bashkuar gjithashtu edhe aktivistë, por gjithashtu edhe qytetarë të thjeshtë, të cilët duan që të mbahet përgjegjësi nga ana autoriteteve të cilat kanë neglizhuar pra një rast të tillë, një ambient i cili sipas ekspertëve nuk mund të funksiononte dhe nuk është as pak një ambient për të mbajtur koncerte apo mbrëmje argëtimi si ai në Koçan, është përgjegjësi autoriteteve, kanë deklaruar nxënësit, studentët të rinj, qytetarët në Maqedoninë e Veriut. Kujtojmë se kryetari i komunës së Koçanit ka dhënë menjëherë dorëheqjen, megjithëse sipas qëndrimit të tij ai nuk është përgjegjës i drejt për drejt, megjithatë duke qenë se disa prej të rinjve që kanë humbur jetën, familjarët e tyre i njoh personalisht, ka thënë kryetari i komunës së Koçanit, ndjej detyrimin që jo vetëm të jap dorëheqjen, por gjithashtu edhe të ftojë autoritetet që të mëhetojnë nëse është e nevojshme. Siç pritej pra, reagimi ka qenë i menjëhershëm që në orët e para të kësaj tragjedie të rëndë me humbjen e 59 të rinjve, të shumë kanë qenë qytetarët në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë deklaruar se do të mbahen protesta masive. Ajo që po shikojmë në këto momente në ekran është njëra prej tyre, sipas informacioneve paraprake bëhet fjalë për nxënës të shkollave, të cilët janë jo vetëm me portretet e të rinjve që kanë humbur jetën, por gjithashtu edhe me pankarta të cilat i drejtohen autoriteteve në Maqedoninë e Veriut, të cilat kanë dështuar për të garantuar sigurinë, sipas asaj që ka dalë në dritë në këto orë të para pas tragjedisë, thuhet se ambienti në cilin po zhvillohej pra kjo mbrëmje ku po mbahej një koncert nga një grup i njohur në Maqedoninë e Veriut ka qenë jashtë standardeve dhe kushteve teknike. Diçka e tillë ka bërë të mundur që pas lëshimit të disa mjeteve piroteknike për këtë shfaqje, i gjithë ky ambient të përfshihej nga flakët, njëherë çatia e këtij ambienti edhe më pas i gjithë ambienti, duke shkaktuar jo vetëm lëndimin, djegjen e të rinjve, por edhe një pjesë të mirë asfiksimin e tyre në tentativë për të dalë nga dyert e kësaj diskoteke të njohur në Koçan, por që sipas ekspertëve ka qenë jashtë standardit të sigurisë. Vjojmë që të mbetemi pra me pamjet e kësaj proteste nga ana e studentëve, por me sa po shikoj gjithashtu së bashku me nxënësit janë bërë bashk edhe familjarë të viktimave të tragjedisë së Koçanit. Kujtojmë pra se të shumë kanë qenë liderët e vendeve fqinje, të cilët kanë ngushulluar Maqedoninë e Veriut pas kësaj tragjedie të rëndë. Maqedonia e Veriut do të mbajë 7 ditë zije për këtë rast. Disa prej të lënduarve, të plagosurve tashmë janë çuar për specializim në Turqi, por edhe në Greqi, e disa të tjerë, ashtu siç konfirmoi edhe korespondentja e Euronews disa minuta më parë, Ferikan Iliazi, po luftojnë me jetën në ambientet e spitalit.